për sot do t'jenë në vazhdimësi ajetet e surës Jusuf. Ne në dersën e kaluar thamë se vëllezërit e Jusufit alayhi salatu wassalam, pasi që e gjujtën vllaun e vet për shkak xhelozijës, pastaj për shkak urrëties, e gjujtën në pus, në bunar, janë nxerën gëmishën, e çajtën disa vene, e derdhen gjakin e një kafshës dhe shkun i thënë babës së vet, o bab, e ka hangër uki apo ujku. Tash në këtu jetë Jusufi alayhi salatu wasalam në bunar i vetë. Gjithmonë ngushtesa jetës tënde duhet me ta kujtu bunarin e Jusufit. Në qoftë se Allahu të sprovon, e shë se kini ngushtesë, e kije një telash, e kije një problem, do ta martosh e vladin s'ta mrin dorë, do ta bëj shtëpinë s'ta mrin. Llogaritë se çajo gjendje është bunar për ti. Dhe bunari e ka atërsirën e vet, e ka ftoftsinë e vet, e ka rrezikin e vet, i ka këtë ata i ka. Gjithmonë kujtoje Jusufin alayhis salam. Gjithmonë prit se ka me dal një rrugdalje. Allahu Jalla Jalaluhu thot wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Thot kaloi për rreth bunarit kaloi thot një karavan. Karavani thonë grup njerëzve që kanë udhëtu përpara. Përpara s'kan guxuar të udhtun vetëm. Se ka pas njerëzi harami që kanë prej udhën ose u kanë sulmu prej sendeve e gërsinave. Edhe që kanë po njerëzit kanë organizuar, sikur që tash ka organizojnë udhtime tur. Një autobus organizojnë 50 veta, hajde dy uçojmë dhe i shetitim, atëre ka pas karavan të deveve edhe kualve. Edhe kanë pas një çfarë lloj sigurie ata, kanë dalë përpara disa ushtarë, mas disa ushtarë dhe kanë marrë parë prej njerëzve për me u siguru madhin edhe për me u siguru jetën dhe udhtimin. Edhe kur kanë kalu për rreth atij bunarit, e kanë gjujt atë kofën, a i dheni kofën për me nxerr ujë. Përpara ujti nuk ka gjetë shumë lehtë. Qatë ujë shka sot gratë tona, nanat tona, bijat tona e derdhin me crejë, është një prej dhuntive më të mëdha që Allahu ja jep insanit. Sot ende ka njerëzi në botë të cilët vujnë për ujë. Për çat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë afdalus sadaqat, sadaka më e mirë për këtë llojeve sadakave është sukjul ma. Me i dhon njerëzve me pi ujë. Si dush ta kënaqësh Allahun dhul xhelal, mush ju ujë njerëzve jep ju ujë, dil në çarshi, dil në pazar, kur është dita e nxehtë, blejnja 30-40 shishe ujë, edhe ep ju kalendarëve të rastit në të pinë ujë. Sadaka më e mirë nuk ka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka praktikuar shpesh, edhe ka thënë Abdullah ibn Abbasit në Mekë, në Kabe, shkoj jep ju njerëzve me të pinë ujë. Sadaka njerëzve. Dhe kjo është një prej sadakave që ditën e Kiametit në kundër vlerë ka me pas me pi ujë, ai i cili ju ka dhënë njerëzve me pi kur janë konë të etur për ujë, Allahu ka me mundsu të pije ujë prej kranit Keutherit nga dora e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu nasip të bëjë inshallah. Dhe ujti është një prej nimeteve të Allahut, dhuntiave të Allahut dhe mirësive të Zotit që nuk duhet të keq përdorur. Allahu Kurani Kerim ka thonë, thua jo Muhammed, me konë që e marrë me ujtin edhe e fusmi në tokë edhe se qesmi, kush ka me ju nxerë juve ujë? Me konë që nuk jo zbresim nga qielli, kush ka me ju dhonë me pi ujë? Dhe ne e dim bas shkencës se një nga elementet për me pas ekzistencë të jetës, për me pas jetë, për me ekzistu njëri gjallë, është të ketë ujë. Uji është segment dhe element të jetës. Po që s'ka ujë, s'ka. Vend pandemia, vin smuje, s'ka pastërti, sën qëndron njeri pa ujë edhe vdes. Allahu e ka po qështu njerin që duhet të konsumoje ujë. Për qatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nxit umetin që të japin ujë. Ka ardhë karavani dhe ka gjujt atë kofën për me nxerr ujë për me ju dhonë njerëzve që të pi. Kur e kam pa të shlu kofën në ujë, dhe kjo është një mësim për neve që na duhet të sigurojmë punët e tona.
Këtu është një mësim që dietarët e kanë thonë, momentin që ti e gjun kofën, kjo është domethënë me i marr sebepet. E njëjta është sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka udhëtuar në Isra edhe në Mirax, me burakin ka udhëtuar prej Mekës për në Medinë, kur ka ardhur në Mesjid al-Aqsa, Allah e miroft nga durët e zullumqarëve jehud, e ka lidh burakin për atë rumullakin kapsën e derës së Mesjid al-Aqsas. Kjo është do me thonë se ne në jetën tonë, muslimanët, duhet t'i bëjmë sebepet, pastaj të mbështetemi te Allahu. Nxënësi ka me mësu, pastaj ka me hinë provim. Punëtori ka me punu, pastaj ka me fitu. Nana ka me pregadit, pastaj ka me servu për me hangër iftar, apo si vjetë. Ti ki mu munu, ki me hakat, ki me fitu pare, ki me pru rësën dhe shpija. Shpija nuk guxon me elon derën qelë, ti i e kusht mërije. Dush me mshelë, pastaj më mështet të Allahu dhe gjena. Edhe ujtin pa e gjujt, atë kofën në bunara, dhe lujti vetë. Zde, Allahu i tha Merjemës a.s. Tha, në momentin kur ajo i erdhen ato dhintet e lindjes, ta lindje Hazret Isa, Allahu i tha, huzzi i lejki gjithin në khla. Tha, oj Merjem, shku në cungin e hurmës, atë palmën, po na e dina se kur nuk shku në të palmën. Me konë dhe një dronë tjetër dhe një pejme shku, bin pend. Ama cungi hurmës, është shumë, Allahu e ka kriju që di që nuk liviza ja. Sot dushti jam zora është e fuqishme në tokën, shumë i karojnë të forta, nuk liviz nga vetë. Që pse i tha Allahu, dhe të sakit alejki ruta bëngjenia, kanë me tra prej nalt hurma, taze hurma, që kanë me ta letu ti procesin e lindjes. Po i tha shkune, po nuk shkune, ti kape për dore. Edhe ti, fëmijën tanë kape për dore, edhe që në shkollë, fëmijës tanë mos ja jep motorin, se ta shkelin midis qajirit mos anë dalin 100 milion probleme. Qaj babi cili e jep motorin e vladit vet që alosh adoleshent, ai bab nuk i ka bon se bebet që të mështetet të Zotit. Ajo është bile me një çfarë lloj mënyre edhe sebeptari asaj katastrofe dhe kataklizë që e ka godit. Një babi i cili nuk kujdeset për evladin, një domaćin i cili nuk kujdeset për shtëpinë, për anëtarët e shtëpisë, për gruan, për nanën, për babën, ai nuk mund të mbështetet te Allahu dhul xhelal. Domethënë duhet të kemi disa punë të qarta dhe ti në qoftë se do të sigurosh shtëpinë tënde, mshele derën. Në i kamerat, këshire magazinin, në e një punëtorat i mos të ta vedhin mallin. Ku e lave mallin, ja lash Allahit, jo. Dush t'i bëjsh sebepet që të t'i mbrojë Allahu xhelle xhelalu mallin e shtëpinë e pronën e antarët e kështu me radhë. Thotë kur e gjujtën atë kofën për me nxjerr ujë, thotë fa adla dalwahu qala ya bushra hadha gulam. Atëherë thotë ai që e gjujti atë për me nxjerr ujë e pasën një fëmijë është aty poshtë. O, tha myshde, një fëmijë kanë në bunar. Një fëmijë kanë në bunar. Atje, në atë kohë, ato shka e kanë zonë shkretin, atë shka e kanë zonë në kësi raste, e kanë robnu, o vëzër. Ka egzistu robni. Në më thonë, i kanë marë robërit, edhe i kanë shqipë pas taj në trek, i kanë marë, i kanë bërë malë privat vetin. Të doptit në atë kohë, kur i kanë zonë, në për lufta i kanë robnu, edhe ato mu kanë konë robë të zotërijës së vetë, pronarët. Këtë rast kër e kanë po Jusufin e vogël, e kanë pa patesha, pak mish, cullak për mbrezet e rma, thonë kjo është rësk për të rubnu e këtë djarë. Thotë, bushra, ha dha gulam, thotë mishde. Këtu neve në mëson Zotë Dhul Xhelal një mësim që duhet na ta përdormi jetën tonë. Kur në godasin senet e mira, duhet me dhonë mishde njëri tjetrit. E merë vesh për shema se ja ka blej filani një kërë babës vetë, edhe tje e ki një shkotu ja ti në mysh dhe të koftë gëzoje. Me shti gëzim në gjokësin e muslimanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka llogarit vepër ma e mirë për këtë vepra. Ka thonë, wa afdalu l'amali sururun tudkhiluhu ala muslim.
Ka thonë prej veprave më të mira të Allahu dhul xhelal është me ashtije në gjoks në gëzim të muslimane. Kale ja Bushra hadha gulam, dhe kjo të regon se mosha e Jusufit ka qenë i vogël. Gulam i thënë fëmijës që si ka mush 10 vjetë. Dhe me thonë, amune paramendoni, farë trishtimi ka përjetue Jusufi a.s. Që neve na jep të mësojmë se mas mbushtesës në jetë, mas ditave të rana ka ditat mira. Allahu nuk e ka bojë muslimonit këtë ditën në rana, jetën e rana. Ka me pas vështërsia, ka me pas edhe ditat mira. Me i veç do njoni për neve, kur kemi sefte, i e kriju familje, qishe ki pas, vallat të tune e kom njësë jetën me një lukë, me një sahan, me një pjatë, me një kurgjohiq, një dhomë me kom pas, një kete kom pas, po që alhamdulillah, Allah i madha shpijën e bona kete, bona keren e bona. Që jo do me thonë se Allah u dhul gjelal njerës provon njeriun, pas ta ja qenë udhë të ati që aj të vazhdon jetën e vetë në mënyrën sa më të kompletume. Wa asarruhu bida'a. Thot e banën sikur me konë ma Jusufin a.s. Ana me dheni, pejgamberi Allahut i ka ardhë pejgamberlëk, a i zia të robë dhe pastaj shëndrohet në pasuri. Wallahu alimun bima ya'malun. Ndërsa këtë që ato do t'ja bëjnë Jusufit, Allahu është informum se ai me dijen e vetë i kaplon këtë sende. Nuk ka sen që ka më një hikë dijes Allahu dhul gjelal. Wa sharauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'duda. Thot pastaj e qitën Jusufin a.s. në treg dhe e shitën për disa tolla, për disa pare me një çmim shumë të ullt në treg. Wa kanu fihi min az-zahidin, edhe u hekshin njerëzit që ta blenë Jusufin me një çfarë dhimbje se gjëna me fëmijë vogël për shkak si me e bleket. Ndërsa e bleti zotnia në treg. Cili zotni ishte një zotni prej zotnive pushtetarve që punojshin në pushtetin e Firaunit në atë kohë. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwa. Thot kur erdhi te shtëpia e pruni djalin, gruaja vet u çudit. Edhe i tha oj grua, mereket sillu mirë, jepi të haje dhe të pije dhe bohu bujare ndaj ati, asa in yanfa'ana au nattakhidahu walada. Thot se ndoshta do na gjendet për najsen ka me na bon dobi ose do ta llogaritmi si fëmijë. Këtu tregon se ky zotnia i pushtetit të Firaunit s'ka pas fëmijë. Dhe ai i cili s'ka fëmijë, vëllazër, gjithmonë e ka një zbrastin në zemër. Atë që Allahu e ka sprovu që mos t'i jape fëmijë, duhet të bëjë shumë istikfar, se Allahu me istikfar i jep evlat. Do të bëjë shumë istikfar, Allahu me istikfar do t'i jape evlat. Kështu është porosia e Nuhit a.s. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Tha Nuhi i tha popullit vet, bëjni shumë istikfar, se Allahu ka më dhon bollëk nga pasuria dhe ka më dhon evlat. Ai që nuk ka evlat, duhet të bëjë shumë istikfar që Allahu dhul xhelal ta furnizon me evlat. Dhe këtu shifët se ky i cili e ka pru këtë djalosh Jusufin konkretisht të shtëpia vet nuk ka pas evlat. Këtu është një mësim që dietarët e mëdhej thonë këtë ajet. Thënë në qoftë se e ki marrë dënja të shtëpia, përpara i kanë marrë sikur izmeqar, i kanë marrë sikur shërptor të shtëpia, njerëzit pina për fshate, i kanë marrë në qytet që të punojnë. Tash e kanë bëhen në mënyrë tjetër, e merr një punëtor edhe atë punëtorin e maja afron e bën si izmeqar. Hajde që këtë bana, hajde që atë bana. Muslimani në qoftë se e ka dika në punë, duhet t'i ketë frikë Allahu dhul xhelal, duhet të sillet mirë me ta. Ti japet haje, ti japet pije, edhe ti japet hakin, para se ti thahet njerësa. Ai i cili ja nal hakin punëtorit, ati argatit, shërptorit, pa marrë parasysh si emron, ka me konë me ta hasën ditën e kiametit Allahu dhul xhelal. Allahu dhul xhelal ka thonë tre në një hadith, Resulullah sallallahu alaihi wasallam thotë, Allahu ka më bo hasën ditën e kiametit me tre kategoritë njerëz.
Një prej ative, një njeri i cili e ka marrë një punëtor, edhe nuk ja ka dhënë hakin punëtorit. Andaj haki punëtorit duhet i për ashtu si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qabla an yajuffa araquh, ka thonë duhet me ja dhënë hakin para se t'i thahet njerësa. Sa ka sot në për dunjaqka punëtor të punojnë, ndërsa haki vet nuk i jepet edhe i shkelet drejta e punëtorëve. Allah ju udhëzoft inshallah për nartë e punës inshallah. Thot duhet të jepet haki atij që e ka marrë për mi veti kujdesjen e dikujna para se t'i thahet njerësa. Wa kadhalika makkanna li Yusuf fi al-ard. Allahu tha kështu ja mundson stabilitetin Jusufit në tokë. Qëra dënë herë ti nuk të kombinojnë disa punë në dunja. Subhanallah. A ki pa? Dënë herë jetën tënde në shkollë, në punë, thua man bre, u lodhave thot me çket. Ti nuk të konvenojnë, ndërsa Allahu kam shef mas asaj shumë punë të mira për ti. Shumë punë të mira. Për atë arsye muslimani duhet gjithmonë të bëjë sabër dhe të jetë i kënaqur me atë që ka dhënë Allahu dhul xhelal. Dhe me shpresë që të shkojë përpara, jo të nolë që ti ku është, po të ecë përpara. Na dëni herë na vin do sende njëtën tonë dhe thëna subhanallahu lodha. Balmo, aman, ki direktorin shkun pun, ki shefin pun, agje në ministri, agje në arsim, agje në mësim, agje, që këtu të të ka. Banë sabër. Banë sabër se Allahu dhul xhelal këshire prej bunarit e qiti, e shpëtoj, e nxerin drek. A mune paramendon, a është punë e lakmushme, dikush me të shitije dhe dikush me të bletije, ama mësë kësaj shka ka më mshef, ngritje të lartë shumë në këtë dunja për Jusufin a.s. sa që ka më bo minister i finansave këtë shtetit. Për qatë njeri nuk dijet ku e ka rëske. Aj, ti anis me një marë papuqë në pazar, kur ta këshirish e ki bo një holding, e ki bo një firmë të madhe. Unë e plot kam taku njerëzi që kanë shit mastika, çokoladë në pazar, tash kur e shef thot është fabrikator. Firmë të madhe, kompani të madhe. Edhe ti e veti thua, çish ja ke nis, do t'ja kom nis të shit soka në pazar, vojet zime. Përpara ishte ishin fëmijët, për mos me kon fëmija parazit, me eduku është ishin me punu fëmija. Edhe që është ishin pazar me shese. E që ishin të zanatlia i theshin, o usta, mere këtë fëmijën e të të botë qirak, s'ka nevoj me pagu, unë të të paguj veç në të punoje. Pse? Po me vetë atë qirak e të baba, ma dëke shërin mua, ma kur të shofsh mas 10 vjetëve, a ju ka bo pronari punës së vetë. Për qatë njëri duhet me bo sabër, Allahu dhul xhelal thot wa kadhalika makkanna li Yusufa fil ard. Në tokë thot kështu thot na e banëm stabil Jusufin a.s. e edukoi Allahu, ja ndërtoi karakterin e tij, thot wali nuallimahu min ta'wil al hadith. Edhe kështu thot na do t'ja japim edhe një dhunti Jusufit që ti komenton, ti merr vesh, ti komenton ëndrat që i shohin njerëzit. Wallahu ghalibun ala amri, ndërsa është gathnimtar i punëve është veç Allahu dhul xhelal, walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Dorsa njerëzit se kuptojnë. Na duhet ta marrim vesh nisa se nuk ka forcë që ka mështijet me Allahu dhul xhelal. Do me thonë fitim, të fitoria i takon veç Allahut. Dhe ka mundësi nisen mund të zgate. Ti merr 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, 10 vjet, ama Allahu ka me qitë selamet. A i ki po dë një mu bo inxinjer mërënda natës? Arkitekt mu bo mërënda natës. A i ki po dë një mu bo mjek mërënda natës? Dë një mu bo mjeshtër mërënda natës? Nuk bo. A i duhet kaloje në për etapa. Njërë duhet jetë qirak, masane kalfa, masane usta, fillim, masane, të bëhet për marë. Që do me thonë ajo merë një periud, ndërsa fitimi, apo fitoria, Allahu ja e besimtarve pasi që ti kalojnë etapat e sprovave. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu thot sabërlit na i shpërblejna pa hesab. Një prej asaj pa hesab i qesmin selamet dhe i drejtojmë në rrugën e drejtë. Na lutim Allahu dhul xhelal që Allahu rinien tonë në islam tonë. Plegjëve tonë të jepë mërgjatë dhe shëndet të plotë, të smutit në për spitale Zotit i shëron, të burgosëve pa fajshëm Zotit t'i liron, ata që janë të idhrum për hatër të Ramazanit, Zotit i pajton, ata që janë largë vatanit, Allahu t'i mbron dhe me rëzk halal t'i furnizon,
ata që hartojnë hiç nuk pushojnë që muslimanëve zullum t'ju bojnë, Allahu me zullumin e vet i shkatërroft. Jannatul Firdausi nasib në bof. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru